Mirë dita! Unë sot kam vendos me bar reçel me hurma, me që është edhe koha hurmit. Për këtë recet na duhen 900 gram hurma, 450 gram sheqer, 3-4 gjeth albarozet dhe i gjys limonit. Tash i fillojmë nga puna. Masi i kina lënë mirë hurma, fillojmë ja hekim këto bishta. Masi u hoq me bishtat, gjethet, dhe i prej me ja hoq me komplet, tash i filloj me i ndajmë në rriska. Tashi, masi marume dhe i prej me hurmat me rriska, do fillojmë me t'i vendosim kusi 1 shtresë hurma, 1 shtresë sheqer. Hapim hurmat mirë. Masi i paru me shtresat, do i vendosim kapakun dhe do i lajmë deri nesër. Pushojnë ta natën. Masi i la me hurmat ta natën, pushojnë, këto kanë shlu lagun e vetë. Kanë shlu ujë, kanë vepru bashkë me sheqerin. Tash i vëm kapakun dhe i lajmë me një zjarr të avashт për 1 orë, duke shiku her mas heret. Shikojmë her mas here dhe i largojmë shkumen. E shikojmë her mas here. E shohim në shumë mirë. Dhe vazhdojmë kuzinë. Duket shumë mirë. Dhe lajmë vazhdojmë të zihet. Masi e la me 1 orë, zinë në zjarr të avashëm, e largojmë nga zjarri dhe e lajmë pushojnë 24 orë. Tashi masi e la me ta natën pushojnë, do e vejmë me një zjarr të avashët për 1 orë i gjys të zinë. E shikojmë. Dhe lajmë për 1 orë gjys. I shikojmë her mas heret, duke mirë, dhe vazhdojmë zirjen. Kemi 1 orë e 10 minuta që reçeli vazhdon në zirje. Duket shumë mirë. Unë tashi do i hedhi pak lang limonit. Do i hedhi edhe gjethe albarozet. Tashi e shikojmë, ka 1 orë e gjys që është të zi me zjarr të avashëm. E heqim nga zjarri. Tashi vazhdojmë me mushin. Reçelin.
dhe i qeth albaroset. Një aromë i shije shumë të mirë. Dhe i venosim kapakun. Reçili ka dalë shumë i mirë, mund ta përdorim edhe siliko. Albaroza i ka dhënë një shije të veçantë. Mund ta përdorim një kavanos reçel tash i festat janë të ardhur, mund ta përdorim edhe si dhurat, reçel hurme, është shumë i veçantë. Unë këtë recetë e kam mësuar nga një komshie, thash po e ndaj me ju sot. Faleminderit për shikimin, e kaloshi një ditë sa më të bukur.